Shikues të mi të dashur, përshëndetje. Po fillojmë ashtu siç e filluam në ditët e para. Një spektakël maraton i cili do të jetë jo vetëm për shqiptarët, por do të jetë për gjithë ata të cilët vinë në këtë garë dhe vinë në këtë eveniment për të sjellë më të bukur në tyre. Atë që Zoti ja u dhuroi si talent. Talentat vinë nga gjitha trojet, por jo vetëm shqiptare. Vinë nga Mali Zi, Maqedonia, Serbia, kemi Kroacin, do vazhdojmë udhëtimin tonë të bukur edhe me Gjermanin, duke sjellur po ashtu edhe ata të cilët na vinë nga Belgjika, Franca, shtetet e bukura të Norvegjisë, të Londrës, USA, duke u kthyer në Afrikë, duke kthyer në gjitha vendet ku ka një Global Talent. Global Talent nuk është vetëm për moshën fillestare, mirë po është edhe për ata të cilët na vinë nga moshat plus 14, duke përfunduar kështu në 80 vjeç. Në Global Talent mund të sjellni gjitha krijimet të juaja. Ky spektakël është duke u rikthyer dhe duke u përkthyer në gjitha gjuhët, për vetëm në arsye sepse sonte unë trokast nga 4 televizione shtetërore, duke filluar në Shqipëri, Kosovë, në Kroaci dhe në Maqedoni, përmes linjës sonë televizive dhe kontratës së bashkëpunimit me produksionin tonë. Blerja e kanaleve apo blerja e transmetimit të programit tonë është një blerje e programacionit dhe përgjegjës për këtë programacion qëndron vetëm produksioni jonë. Të gjitha të hyra tjera jo të produksionit nuk janë përmbajtje autoriale dikujt tjetër, por janë vetëm përmbajtje autoriale e produksionit tonë. Dhe këta kalamaj konkurrent, mirë po dhe mosha tjera konkuruese, janë bashkëpunëtorët dhe udhëtarët e TIK Produksioni. Dalje tjetër televizive jo të autorizuar, bjen ndesh me programacionin tonë. Në kuadër të këtij emisioni, unë zyrtarisht hap të garë në mes 3 shteteve sonte, këtu në Prishtinë, dhe ju them mirë se erdhët gjithëve dhe një rukëtim shumë i bukur mes nesh. Ne sonte kam 2 analistët e mi, ata që do të analizojnë këtë aktivitet. Gjeni Gjimnastik, përshëndetje, shkëlqyeshme si çdo herë, dhe ai që ngriti në skenë shumë artist, ai që ngriti në skenë shumë emra, duke filluar nga muzika, nga danci, nga piktura, është Cim, përshëndetje. Cim, një rukëtim i bukur, kemi kaluar bashkë shumë emra, çfarë do thotë t'jesh talent? Çfarë do thotë t'jesh talent? Po, atë që të ka falë Zoti, askush nuk mund ta marrë. Dhe talentin e ke vetëm 1%. Por 99% ti talenti i nëvitet vetëm punë. Dhe pa punë nuk arrihet asgjë. E ne shkojmë me një promo të shpejtë dhe rikthehemi prapë. E bukur simpatike je, gjitha ti i ke, është ajo që ditën e parë në audicionin në televizionin Klan në Republikën e Shqipërisë erdhi për të parë vetën se a është për qenë prezantuese këtij aktiviteti. Udhtoi në këtë aktivitet bashkë me neve. Arriti të kaloj shumë ujëra, qoftë ato të pastërta edhe të trubullta, duke dëgjuar lloj muhabetësh e shpekulimesh. Por qëndroi besnike ndaj këtij produksioni, sepse ajo kishte një vizion, një synim. Vizioni i saj dhe synimi i saj ishte që të dalë kësaj rrugtimi faqe bardhë dhe këtë udhtim ta shijoj duke qenë prezantuesja ikone e këtij spektakli. Zonja dhe zotëri, në duart të ekipit juaja, Damaris. Damaris, përshëndetje. Unë po iki Lali, studio të shkon shumë bukur, dukesh e mrekullueshme, nuk kam punë që kërkoj më. Një sorrati ke si puna ime, nuk duhet jetë pranë Damaris, apo e kam gabim? Mendoj që edhe kështu dy bashkë kemi shumë mirë. Damaris, një rrugtim i bukur gjatë. Erdhe ditën e parë në televizionin kombëtar Klan për audicione. Qëndrove besnike duke pas shumë kalamaj afër vetes. Na thuaj, nga kjo dashuri? Pasioni im për skenën, për televizionin, për artin, në fakt në përgjithësi ka nisur që e vogël.
Dhe kur më njoftuan që ishin të hapur audicionet, ndryshe nga fëmijët e tjerë të cilët erdhën ndoshta për instrumente, për këndim, për poezi, unë kisha një synim tjetër, atë të moderimit. Dhe isha pak skeptike në fillim, gjithashtu dhe Juria, mendova që nuk do t'ja dal, por jam shumë e bindur që me punë, me pasion dhe sigurisht me talent, çdo gjë arrihet. Kanë kaluar shumë fëmijë nga duart e juaja. Kemi pas edhe kalamajt e gjeni gjimnastik brenda nesh. Cili ishte emocioni tyre në skenë kur shifnin Damarisin brenda kësaj gare? Mendoj që kam qenë e sjellshme me ta, kam qenë e mirë duke qenë se le të themi nuk kam asnjë moshë shumë të madhe, mendoj që i afroj moshës së tyre dhe ata mendoj që gjetën ngrohtësinë tek unë. Ti këtu përfaqëson edhe fëmijët e liceut artistik Tiranë, por sa ke qenë kështu? Sa i ke mbështet ata të liceut? Sa i ke mbështet ata që janë me liceun? Përpara se të isha moderatore në këtë skenë, isha liceiste dhe sigurisht dashuria ime për atë shkollë është shumë e madhe. Jo vetëm lidhja ime me mësimet, me violinën, me instrumentin që unë ushtroj për 11 vitesh, por dhe lidhja ime shpirtërore me atë shkollë është shumë e madhe. Kështu që për mua gjithë janë të veçantë, secili ka talentin e tyre, por liceistët i kanë pak më për zemër. Por, Gjen, mikrofonit lutëm, si të shduk Damarisin nga gjitha ajo eksperiencë që ti ke pa brenda këtij emisioni, po Gjeni? Atëherë Damarisi është shumë e mrekullueshme, e zotron shumë skenën, i shkon dhe shumë skena dhe mënyra se si flet, mënyra se si sillet me të fëmijët, pyetjet që i bën është shumë e informuar dhe mua më pëlqen shumë. Shpresoj që ta shohim në skena dhe më të mëdha tani Damarisin. Damaris, çfarë tha mamin dhe babi kur të panë? Mami dhe babi im janë mbështetja ime më e madhe, jo vetëm në këtë projekt, në këtë rrugtim, por le të themi që në hapat e mi të parë në fushën e artit, edhe nuk e di, emocionohem shumë kur flas për prindrit, ndoshta ashtu si çdo fëmijë, por nuk e di, kanë qenë mbështetja ime më e madhe dhe i falenderoj shumë nga zemra për çdo gjë, për çdo sakrificë që kanë bërë që unë të jem këtu sot. Babi dhe mami Damaris ju duam shumë për mbështetjen që i bëni Damaris. Ne nuk kemi vetë. I kemi edhe dy. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Të veçantë. Artist. Dy t'i thojnë vetit si ne të bukur nuk ka. S'ka jo. Dy t'i thojnë vetit që po dolim na në skenë, ne të dy s'kemi që kërkojmë mos ato. Hajde ikim. Me ikim, pa. Njëra, për na poshtë mua Damarisit, thot unë ndjehem ngrish me mirë se ju. Qeti thot, unë jam aktor në skenë. Skenën e poshtoj si aktor. Ti shohim janë më të mira apo s'janë? Pa hajtë shohim një. Në nduar të kitë joja, është një vajzë e cila ka ruktuar shumë. Ajo është e mrekullueshme. Pasionin e parë kur erdhe këtu si konkurrente, e realizoi duke qenë kërcimtare. Me pas, arriti të jetë edhe modele duke përfaqësuar Shqipërinë në modelizëm, në shumë spektakle bukurie. Megjitha, prit tha, unë di do të prezantoj, tha, jam prezentuse, edhe më thot Damaris, tha, ki ka? Kjo do të prezentoj? Pa e të le mirë, tha, të prezentoj. Doli në skenë. Pas 2 javësh tha, a mund t'i hap një audicionet për prezentuse, tha, se më pëlqen të bëhem prezentuse. Kush është Damaris kjo? Ajo është Joklin. E ftaj në skenë. Joklin, it's pleasure to have you here. Thank you. Joklin, qa the kur na pe? Mendova që ishte një show shumë interesant dhe pse jo mos ta provoja dhe unë. Edhe sot kur je në këtë show, je pranë meje dhe Damarisit, ishe me Damarisin për plot 2 javë tjera, si unë ndjeve? Unë ndjeva shumë e lumtur dhe shumë krenare për veten. Mami dhe babi, po kur panë televizion gocën e tyre duke prezentuar, qa thanë? Mami dhe babi sigurisht që si çdo shqiptar kanë pritshmëri për fëmijët e tyre. U habit, u tha si çdo prind, deshi me thëmë, po e tha si shqiptar, ja pranojmë këtu. Po dhe ndjem shumë e gëzuar që arrita t'i bëj krenar. Ku ka qenë spektakli ti preferuar? Këtu sigurisht. Po? Apo na e bot shefin apo me gjithmonë e ke? Jo, me gjithmonë. Me gjithmonë? Po, dhe Shif, ma shikoj herë? Siguro? Po. Okej. Dhe gjithashtu në Dubai, sepse ishte skena më e madhe në botë. Kjo Për Fashion Dubai, Weeks. ne dyrim këtu në Kosovë, Shqipëri, hajde këte, hajde ane, do na marrësh një gjiro. Po, Me shpenzimet tona, jo. Ua, erdhëm, ku do ikim?
Kur do ikim? Na thë kur do ikim ne? Kur të doni jo? E ke pyet babin e mamin që se... Nesër. Nesër? Dhe i pyes. Këtu na e ke parasysh. Si e ke pa Joklin në këtë rrugtim? Gjeni, po. Joklin është ylli i skenës, më pëlqen shumë se si prezanton, besoj se ka bërë zgjedhjen e dur që është bërë prezantuese. Shumë faleminderit. Joklin do vish këtu? Po. Faleminderit shumë. Lukas, Ai aktori. aktori. Nuk është në Lukas Brahms apo Lukas Pioro, aktori nga Italia, por është aktor shqiptar, ë? I thot, Shqiptar. po, ja, Dionisi është shqiptar. Ne tjerë nuk dim nga jemi. Lukasi ja thot bukur modelizmin. Ka qenë me bë fotograf, kështu më bë fotomodel, ë? Nuk ka barë si puna ime. Ja. Ja. Ka qef me këngë kështu aktor profesional, ë? Po. Po edhe ja thotë, Shumë. shumë. E prezentoj ja ta prezentoj unë. Haj po ta lo ty, se me mu nuk i ka punët mirë. Me mirë prezentoj e ti. Tani, në skenë do të ftojmë Lukas. Lukas! Lukas mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Lukas, bashkënditja jote në rrugtim ka 3 javë. Jemi në emision e 3, puntatën e 3 që realizojmë bashkë. Shumë saktë. Si po duket rrugtim televiziv? Rrugtimi po më duket shumë i bukur. Që nga fillimi që erdha këtu, më duk një ambient shumë dinamik, me shumë talente të reja, që u jepet një mundësi për të treguar veten e tyre. Gjen, to quna nuk bëm i pyet shumë, se me pas tojnë salafazan janë e kështu e ashtu. Kështu që ti je, po të pyes ty më shumë se cimin se ti ajo që ke rrugtuar me ta, i njeh nga afër. Unë Lukasin do ta quaj atë prezantuesin serioz, që nuk i qesh buza, shumë skeptik në çdo situatë. Okej, tashi pyet ai mendim për këto të tretë. Vdes ta dëgjoj Gjenin për mendimin për mua. E kam kështu do të thënë. Gjen filloj. Kamera, po nuk na pëlqeu e këpusim, kështu që një mendim për Kikën. Po s'na pëlqeu e presi. Kika, Gjen. Kika u ri me njërë për emisionin, është hera parë që të shikoj live, realisht më pëlqen shumë, po të tre i kemi më të mirë tani, s'kemi qa theme. Edhe unë jam krenar me shtetërësim, tregoj që unë jam maj mirë bese. Jo, ma të mirë jemi unë e Gjeni, jo, jeni dytë, mos na vë neve me thonë mendime për ty. Si? Mos na vë neve me thonë mendime. Unë nuk kam fjallëqia. Unë ju dua shumë dhe jam shumë krenar që ju kam këtu. Bravo. Për më të mirë që s'janë ashtu. Unë e thash mendimin tim. Kështu që... Faleminderit shumë. Njerëz, you speak English? Of course. You? Yes. Of course I do. Unë shkel e shko. Do më thonë edhe flas edhe s'flas. They are from Croatia. They are the models in the Croatia. Ata vinë nga Kroacia. Janë model në Kroaci. Në Kroaci, ne startojmë një aktivitet tonin duke falendruar shumë njërin ndër realizuesit fotografët më të mirë që ka Kroacia. Që falendroj shumë fotografin Dominik dhe gjithë ekipën e tij të cilën na u kanë bashkangjitur këtë rrugtim dhe vinë të parët Kroacia në këtë emision për të qenë edhe për t'ju thënë gjithë juve sepse edhe atje kanë filluar audicionet e fuqishme për Global Talent. Edhe për neve është kënaqësi që Global Talent edhe në Kroaci futet nën këtë mandat dhe duke falendruar shumë kolegët e RTL-it në Kroaci, ne shfaqemi edhe atje në programin në gjuhën shqipe. Për mua, është nder dhe kënaqësi që t'i ftoj një nga një në skenë, kam 3, me pas kemi edhe Republikën e Maqedonisë, dhe për mua është e para, she's the first. She's the model, and she liked to be the most famous model in the Croatia. She liked to work with us in the product The Global Talent. She's a smart girl. She liked to be a photo model and she's working with photo models. Ladies and gentlemen, zonja dhe zotri, Francisca. Francisca is... Yes?
He liked to be a model. He liked to be the best model. He liked to enjoy the life of the models. And he liked to do the photo model. You like your photo models? To be the photo model girl. Of course. Lucas, you like to be a photo model boy? To have the most important photo model to you and to like you love photos. Why not? Of course I do, and I really want to see how they live. Yes, and he is Bojan! Bojan, willkommen! Dobro nam došao! Thank you, Bojan. Bojan, tamo Bojan. Hvala ti. Faleminderit, Bojan. Thank you, Bojan. She's from Croatia. She liked to be a photo model. She's in the Dominic team. And it's a pleasure to have she here in Kosovo. Lady Lana! Lana, willkommen! Ne do të flasim në gjuhën e miqve, për të nderuar miqët që janë prezent këtu. Mirë, po t'ju themi edhe atyre, mirë se janë ardhur. Unë do të ndihmoj Francikën me një mikrofon për t'ju treguar Francikës që ne jemi aq të mirëpritur, sepse duhet dim që ne do shkojmë edhe në Kroaci dhe hajde me reverse, si ja kemi për ventin vetën. You have any question for Francika Ukraine? She is the model. She worked with the photo models girls, and she is the best partner from the Global Talent. Yeah. So, how do you feel when you are on stage? Kako se osjećaš kad si na binu? I feel so exciting and amazing. Yes, me too. Okay. You have any question for the Bojan? How does it feel to be a judge here in the X-Talent Club? Ako bi bio ti jurija na naš program, kako bi se osjećaš? Kako? Ako bi bio član komisije na X-Talent, kako bi se osjećava? Ugodno. Drugo pitanje. Other question for the lady. Yes. Do you usually just do the photos, or do you tell them to do the poses too? Jesi radio neke slike kao fotomodelka i jesi radio slike na ekipu, na tvoj tim, kod Dominika i da mu kažeš devojke kako treba da se radio slike? Trebaju se raditi sa pozitivom i željom da to ispadne što ljepše. Thank you. Pyetja? Shqip. Shqip, unë përkthej. Atëherë, doja të pyesja pak Franceskën. Po, Franciska. Po. Në çfarë moshe ke filluar të bësh photoshooting? Na koje godine si počela da radiš kao fotomodel? Mikrofon, Francik. 2016. Okej, 6 vjeća. Bojan? Bojan? Çfarë lloj stili të pëlqen më shumë të bësh foto? Në thënë stili klasik, me çfarë lloj veshjesh, çfarë lloj Kakav stil voliš da radiš slike? Kao klasik, sports? Sport. Mnogo sportiva. Lana? Cili është komplimenti më i bukur që të kam bërë kur ke qenë duke zhvilluar photoshooting? Hajde kompliment. Koji je tvoj najbolji kompliment što si uzeo kad si bio na photoshooting? Da mi dobro ide. Okej. Lukas, pyetje. Ta përkthej unë. Okej? Për Franciskën, si nisi dëshira për modelingun? Kako je počela želja da budeš kao fotomodel? Pa vrlo random, znači išla sam doslovno na casting, friendica me bila nagovorila i od tako je počelo sve. Bojan? Pyetja për Bojan? Bojan, kur nisi karierën e ti? Kad si počela da budeš kao model? 2016. Okej. Ndërsa për Lanën, çfarë pyetje mund t'i bëjmë? Vajzat e pyetën. Pa. Kështu që Ti radim ja pitanje. Reci mi koja je tvoja najbolja slika od vaš album? Najbolja slika? Da, a to slike ime da mi šališ, mi ćemo da ga gledamo na ekran. A ne mogu se odlučiti, sve su mi savršeno ispale. Okej.
recimo, jel se plaća modelizam na vaš mjesto? Jel uzmite novce ili dajete novce da budete model? Ovisi, dobivaju se kao darovi ili novci. Da. Bojane, isto pitanje? Članarinu plaćamo, ali dobivamo poklone i to sve. Francika? Većinom dobivamo kozmetiku, cvijeće, tipa buket. Ja sam vidio neke tvoje reklame što si nam rekao, što su reklame za televiziju. Koliko se plaća jedna modelka u vašem hrvatskom? Jako malo. Jako malo. Jako malo. Da budeš model, šta hoće da se kaže u Kroaciji? Tipa za video spot ili reklamu 100 do 200 eura. Ok, mi se vraćamo opet kod vama i nadam se da vam bude dobro u Kosovo. Ore, qa mendimi keni për këtë ergin, ole, ulluni se kanë që t'ju bëj pyetje gjithë juve? U lodhëm, sa na gjetë neve. Për të ergin. Ta themi që është ergi liceiste? Ja, ma thakja. Ti në i mendim? Mendimi për Ergin është që ka për të shkuar shumë përpara me atë që ka. Ua, ti? I ka të gjitha të mira dhe shumë e mirë në Ku ja pe ti e gjitha të mira, moj? Shoqe se ke... E ka 3 javë, ja vlen për 3 javë ta njohim një gjithë? Po, ja vlen. Hajta pysim Gjeni si që ka mushur me pozitivitet sot. Gjeni, Ergin, si duke ty? Ergin e kemi më të mirën këtu ne. Ua, Pa. ta shi cima, njërën profesionale, Ergin ma shpjego. Perfekt është vetëm Zoti i madh. Por edhe ajo është dhe afër aty dikun që është me profesionin e saj, me atë që ja ka fol Zoti i madh. Ajo ka një talent jashtëzakonisht të madh. Ergi është shumë e mirë. Liceistët kanë talent, tani flasim për Okej, profesionistë. po të pyesim për këtë gocën tjetër, Noelën. Piktorën, ti merresh me pikturën. Po? Po, Noela dhe herën e kaluar me unë e ceka. Noela është ende herët për ta vlerësu në atë formë si e di unë, por ajo për talenti që ka, me punë gjitha e më rrinë ajo. Me punë, vetëm punë. Talentin e ka mirë, po punë duhet. Arti s'nje kufi. E kupton? Syni, çka tash nga latinishtja fjala ars do të thotë çka do që sheh syri bukur e merr edhe shpirti edhe trupi. A kupton? Gjeni, Noelën, vajzën me pikturë. Po, si tha dhe Qimi që është ende herët për ta vlerësuar te pjesa e pikturës, por më pëlqen mënyra se si mundohet të shpreh gjërat në anë të pikturës, mesazhet që jep dhe në anë të pikturës, më pëlqen. Ore, pse janë kaq mirë ka sot? Sepse ashtu janë. Ashtu janë, Kemi qenë këshin ndonjëherë. Po, Si më na thua po. kështu? Malet e tjera ka qenë shi, edhe vetëm këtë puntat na ka rënë koha me diell. Janë me motin këto, janë me motin, zoti. Imagjino të ishte emisioni në anglisë si do ishim. Ua, si duken ty këto? Juristët. Ja, Egli dhe Noela, si duken si? Për Ergin edhe është një mendim paraprak që thash me talenti që ka përshkuar shumë përpara, Noela? ndërsa Noela ka shumë dorë për pikturë, ka një talent shumë të zhvilluar, por gjithsesi e ka jetën përpara që ta perfeksionoj më shumë edhe Noela ka përshkuar shumë përpara. E besoj këtë gjë. Ne shkojmë përpara. Përpara. Do na marrin për parti politike, po mos flasim. Okej, tashi unë do të bëj një pyetje. Në qoftë se Noela na ka sjell një portret. Po. Në regji, ne kemi marrë që çfarë thot Noela. E dëgjojnë çfarë thot Noela? E dëgjojmë. E dëgjojmë. Ky është një pikturë që ka bërë Noela. Taran. Dhe nga sot e kemi në anë kënd. Shkruaj në Instagram poshtë kush do me ble. Si duket kjo?
Më pëlqen shumë, në përgjithësi të gjithë pikturat e Noelës më pëlqejnë sepse ajo ditë përcjell mesazhe shumë të bukura në tele ajo. Ti, Jukli? Është një pikturë më gjepsës, a? Është një pikturë shumë e bukur, dhe më duket se do e marr unë ato. Nuk do i le të tjerë ta marrin. 300 euro është oferta momentale. Kena një ofertë tjetër? 400. E pa, për ka. Ushit! Po, pasi që mi sjell pëlle. Okej, Noela, unë do t'jap një mikrofon shpejt. Noelën e kam këtu me vete. E kemi Noelën këtu dhe unë do bëja Noelës. Noela, qa do bëjmë sot? Sot do pikturojmë dhe do shpjegojmë pikturën që do bëjmë. Do shpjegojmë pikturën që do bëjmë. Okej, do japesh mikrofonin zyshës Gjen, e ne e dëgjojmë Noelën duke punuar se çfarë na thot Noela. Si piktor. Unë jam Noela Domi. Dhe pasioni im për pikturën ka nisur që në moshë shumë të vogël. Që atëherë, ngjyrat dhe peneli më kanë tërhequr gjithmonë, edhe pse dikur më dukej si një ëndër e largët. Që ndoshta nuk do mund të arrija dot. Por me kalimin e viteve, fillova të pikturoj në tablo të vogla. Dhe aty, kuptova se arti ishte pjesë e ime. Çdo ditë që kalonte, dashuria ime për pikturën rritej gjithnjë më shumë. Pas shumë përpjekjesh, arrita të krijoj një numër të konsiderueshëm veprash. Dhe hapa ekspozitën time të parë, e cila më frymëzoi jashtëzakonisht për të vazhduar më tej rrugtimin tim artistik. Një ditë, duke shfletuar në Instagram, pash një konkurs për talentet e veriut, North Star Albania. Vendosa të marr pjesë, aplikova, kalova fazat e para dhe u përzgjodha në finale, mes 25 piktor të moshave të ndryshme. Kur piktura ime doli fituese, emocionet ishin të papërshkrueshme. Ishte një moment që më bëri të kuptoj se çdo ëndër bëhet realitet nëse e ndjek me zemër dhe vullnet të plotë. Pas kësaj, fillova përgatitjet për ekspozitën time të dytë. Punoja çdo ditë me përkushtim dhe dashuri, derisa arrita të përfundoj 30 piktura të reja. Edhe kjo ekspozit u realizua me shumë sukses. Pak muaj më vonë mora një ftesë për të hapur ekspozitën time të tretë, me të gjitha pikturat e mia. Një mundësi e artë për promovimin e artit tim. Brenda vetëm një viti e gjysmë, arrita të realizoj 3 ekspozita personale. Një ëndër që dikur më duke e paarritshme dhe e pamundur. Por rrugëtimi im nuk mbaroi me kaq. Vazhdova të ushtroj pikturën çdo ditë për të bërë gjithnjë më profesioniste në këtë fushë. Hapa faqet e mia online ku promovoj artin tim dhe ndaj me botën emocionet që vetëm piktura mund t'i japë. Sot ndihem mirënjohëse për çdo hap të këtij udhëtimi dhe për çdo njeri që më ka mbështetur. Piktura për mua nuk është thjesht art, është forcë, frymëzim dhe mënyra ime për të folur me botën pa fjalë. Në fund dua të theksoj se Talent Globe është një mundësi shumë e mirë për promovimin e artit tim si artiste dhe për promovimin e artit shqiptar në tërësi. Për këtë falenderoj me zemër të gjithë stafin e Talent Globe për mbështetjen, përkushtimin dhe besimin që më dhanë në këtë rrugtim të bukur artistik. E ne një duartërkitje për Noela. Noela si çdo herë simpatikja jon e cila na sjell këto punime të cilat I kemi këto.
Jesu interesujeni ljudi da budeju na vašem zemlje, na X talent ili na super talent, na Jesu, ima talentiranih, ima netalentiranih toliko, ali dobro, svi se vole proslaviti. Gde su više, na tradicionalskom ili na kulturskom? Gde su više, kod tradicionalskom, kao na pjesme, kao na igranje, ili su više na evropske? Pa više ima plesnih i pjevačkih grupa, koliko znam. Da. Vi oba dvoje ste fotomodelke i modelke. Na koju modele vi bi volio da bude? Kako? Neku što je prozna. Adriana Lima. Ok. Naša drugarica od Hrvatske. Na koju modelu bi znao da liče? Da bude kao ona? Teško pitanje. Teško pitanje. Volim biti svoja. Svoja? Mene, zašto mi se sviđa kad kažu kao da bude kao ti? Što svaki ljudi treba da vole njegov život. Svaki ljudi treba da vole sebe. Ako voliš sebe, voliš tvoj život. Da, trebaš vjerovati jednostavno u sebe i to je to. Ajo që më rëndësishme, Damaris, a ki tentu në herë ti të bësh modele? Unë jam. E dëgjuat jo? E dëgjuat Lukës? Po djeni. Nga dole ti modele për tjerë, unë e dija që je. Unë jam violiniste, jam kërcimtar në hip-hop, Ua, jam modele, Ua. jam figurante në filma, ua, ndoshta dhe aktore ku i dihet. ua, Kam marrë pjesë në shumë videoklipe me shumë artistë njohur shqiptar. si kam pa në herë. Ti tregoj unë pastaj. Okej. Gjithashtu së fundmi dhe këtu me ty. Moderatore pra. Po ku ishe që s'mi thoja me pare? Do më thë, unë kam 2 muaj e ca me Damarisin, sot po marrë Damaris, unë mendoj që ti unë mendoj që ti e ke modestinë të pruar me nda vetës, se nuk më binte kjo fjalla modestinë të pruar. Sepse kur e ke modestinë të pruar, njeriu nuk tregon atë çfarë është. Dhe unë ju them njerëzve, mos keni modestitë të pruara. Shfaqeni, si po shfaq? Tregojnë veprat, jo fjalat. Unë të dija ty me gjitha këto profesione, po që më doli edhe kjo? E talentuar është dhe Damarisi. Gjeni, sa profesione ti ke mon motor? Jem me fator që na ke të Kam një profesion dhe atë e bëj shumë mirë, do më jam gjithmonë më mirë të bëj diçka shumë mirë se sa të kem shumë. Po, ke modestia, kika mendoj që... Ta bëri 8-2, Gjeni! Kika, jo, është diçka, unë më mirë bëj diçka tamam se sa të bëj shumë gjëra dhe mos t'jem e mirë. Që do thot, Damarisi as një tamam. Jo. Nuk e kuptove mesazhin. Unë po ja jap dhe dam, ajo ka kohë që të zgjidhë diçka që ta bëj tamam, është akoma e re si dhe që është Joklin edhe Lukasi që kështu. Unë po eksperimentoj, po plotësisht le të themi të gjitha dëshirat e mia ndoshta janë dhe të moshës, por ajo ku zemra ime rre më shumë është moderimi, është skena, është televizioni. Të tjerat janë plotësuese. Po merr me të mirë mu se pas e reago. Jo, mendoj që një artist duhet i ketë gjitha, një artist duhet i provojë të gjitha, por me gjitha duhet jetë njerin. O Juklini, ku ndihesh më mirë ti, kur je si modele apo... Të thënë të drejtën në të gjitha, sepse e ndjej veten shumë afër publikut. Juklini ti edhe sot dri këtu, mase ndihesh mirë në televizion edhe sot dri këtu. Po që prezentues në televizion i shfa gjitha ti. Shumë faleminderit e dia. Lukas ti, ke sa profesione fillojnë ti numrojmë? Për 2 e di unë, model edhe artist. Mos ti numëroj do tjera dhe mirë. Unë që nga nesër, regjia më bëni listën qa profesionesh kam. Tani, do të plotësojmë dëshirën Damarisit. Do vjen një liceiste, liceisti e thush. Ka një zë të mrekullueshëm. Ka një, si shtat cima, këtu, kjo ka ardej këtu. A ishte kështu cima? Dhe po arriti atë që për ne si Global Talent kemi shtruar rrugën për të, ajo do t'jetë mbi këtu. Por që ne duhet dim që ajo është njëra ndër vajza që e shkatron çdo skenë në aspektin pozitiv me zërin e saj.
Nuk do e marrim në pyetje, por ne do ikim se ne këtë mbollo. Po. Tikim ne, ha? Bëjmë mirë tikim. E ftojmë në skenë! Ergi Voci! Oh ma douce souffrance, pourquoi ce jeûne tout commence? Je suis prenée sans ta partance, sans le je suis de peu partout, je dis une blues et dans mes trous, rediagna danse, pour oublier ma peine immense, je m'en fiche que de commence. Oh ma douce souffrance, je remue ciel, jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un peu de miel, et je danse, 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 danse. Et dans la pluie, je cours et je peur, et c'est mon tour, la vie à la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne, je me vole, 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 vole. Quelle espérance sur ce chemin, ton absence. Je peux trimer sans dans ma vie d'écho qui prive d'essence. Je remue le ciel, un jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un peu de miel, et je danse, 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 danse. Et dans la pluie, je cours et je peur, et c'est mon tour, la vie à la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne, je m'envole, vole, 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 vole. Dans ce douce pensée dont j'ai payé cette souffrance, écoute mon sentiment, je vis des enfants du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vol, la pluie, un peu d'amour, un peu de miel, et je danse, 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 danse. Et dans la pluie, je cours et je peur, et c'est mon tour, la vie à la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne, je m'envole, vole, 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 vole. E mrekullueshme, si çdo herë, e mrekullueshme. O Ergi, si të kemi? Mirë, juve? Si po ndihesh pa Dajlën? Në fakt pak keq, sepse ajo ka qenë sportusja ime më e madhe. Dua Dajla. Dajla të kemi gjanë. Dajla, javën tjetër, pa merak. Jetë e lali ti. Ore, ju të dytë. Si ju duket? Si ju duk? Si ju duk, si ju duk, si ju duk, si ju duk? Çfarë forme mendon ti si u duk? Po tash për të bukur, me çka lodhën i kot, se e kemi. Mirë. Pa. Unë mendimin tim se Tash ti the është kështu, a bëjmë kështu? Mirë, sa i përket Ergit, unë pak bëra edhe shaka pak. Mirë, po me sinqeritetin më të madh e them, për moshën që kjo ka. Sinqerisht unë e përgëzoj edhe them të rrallën këta njerëz që lind një herë në tokë këtu me një talent të tillë, si kjo. Por për një të ardhme të afërt, mund të them diçka, për të mirë unë do ta surprizoj Ergin, po pas emisionit.
Ne kemi një dhurat të veçantë që Cima me gjithë produksionin e tij ka realizuar për Eglin. Një këngë të fuqishme që Cima dhuron dhurat Eglit dhe kjo këngë do të jetë kënga e tretë që produksioni bën dhurat për ty. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Edhe diçka krejt tjetër, po pas emisionit. Pas emisionit. Le të jetë secret. Kështu tjetër nuk e marr veç është, sot pas emisionit. Egi ke një timbër shumë të veçantë, zëri yt është shumë i bukur dhe më bëhet shumë qefi që të shikoj akoma dhe më lart dhe pse jo, ta mbështesësh akoma dhe më shumë mirë. Më bëhet shumë qefi që e ke dhe mbështetjen e produksionit. Faleminderit shumë. A do ikësh bravo. Ora si të duke Ergi ti? Ergi? Kur është pa dajtin është më mirë, a? Si bashkë, si veç, ato janë shumë të mira. Unë mendoj që ato të dyja plotësojnë njëra tjetrën, ashtu siç janë gjithë motrat, kështu që me neve është Republika e Maqedonisë së Veriut. Ajo vjen me 3 përfaqësues. Por fillimisht ne në Republikën e Maqedonisë përshëndesim shumë mikin, njërin ndër producentët më të fuqishëm të organizimeve që ka televizionet shqiptare dhe ato maqedonase në Maqedoni, dhe me neve, përveç mikit, vinë 2 modele dhe 1 model. Modelin do e kemi veç mas tëftuar, e me pas do e kemi edhe modelin. Snama su ekipa od mikija kod Makedonije, što ga pozdravim mnogo, oni dolazeju na ovaj projekt kao ekipa, kao tim, da radimo zajedno i da pričamo zajedno za svjetski modelski tamo u Makedonije i da vidimo šta radi naši ljudi od Makedonije. Mi zovnene sad od mike ekipu imamo jedan model, a model imamo sam, što on ima da nam priča veoma važne stvari, što model nije prvi put na Kosovo. On je bio na sve Fashion Week što je imao Kosovo, a onda imamo da razgovaram s njom. Lijepe, dobre i poštene, të bukra, të mira, por edhe bashkëpunëtore të mira. Ladies, welcome on the stage. Vashëm jeste. Aj pyesim mirë se si kanë emrat, I pyesim. What is your name? Hello everyone, my name is Matjas Milamska. Good to meet you. What about you? Hello everyone, my name is Anisia Georgievska. Nice to meet you too. Nice to meet you. A kemi ndonjë pyetje nga ju për gocat? Padyshim që kemi. Sigurisht që po. Si mendoni ju, kush është diçka që ju bën ju të veçantë nga modelet e tjera? Pra një tipar që ti mendon që e ke të veçantë. Zašto si nam model ti? Imaš neki osjećaj da ja sam prva na ovaj svijet I hoću da budem najjaka model na ovaj svijet? В Fashion Studio Crna Krk съм веќе 2-3 години и тоа го работам зашто е интересно, ме исполнува и имам многу, како кажам, инспирација и да. Pyetje për gocën, iste pitanje za tebe? Јас работам како модел, бидејќи ми исполнува и бидејќи едноставно јас се пронаоѓам во таа работа и се надевам дека ќе продолжам со редени успеси како што сум редела до сега. Pyetje, question. Cili ka qenë inspirimi juaj? Do të thënë, ku jeni inspiruar? Odakle žela da budete modele? Од кога, не знам, од мали, кога сме ги гледале моделите и не било желба да бидеме како нив. И зашто да не пробаме и сме успеали. Океј? Јас исто така ќе се согласам со Матеа, уште како од мала сум имала многу желба и секогаш сум гледала манекенки на телевизија, на fashion shows и од тоа добив мојата желба и јас да започнам со таква работа. Moja pitanje za Makedoniju i Hrvatsku zajedno. Imate neki drugi profesionalnom posao? Ako je samo model je okej, ako imamo nešto drugo, što ljudi vole da znate oba od vaše četvrtog. Па јас немам неки други посao,
И јас се пронаоѓам во оваа работа и оваа работа ја гледам како најпрофесионална работа која што ќе ми одговара на мене. Hrvatska? Ja sam blagajnica i u slobodno vrijeme šminkam ljude. Make-up artist. Да. Окей. Мене моделството ме исполнува и сакам реално да ми биде како работа, но исто сум и графички дизајнер. Trenutno nezaposlena, ali u slobodno vrijeme volim šivati. Trenutno ne radim na tome, ali vidjet ćemo šta će biti od toga. Po kalojmë shqiptarqe, të bukra po, të mira po, elegante po. A ti pyesim, a janë nxanme? Lijepe da. Da vam gledamo ovako sve najbolje. Recite nam, jel spava neko u vašem dušu? Jeste u vezu? Jesam. Jesam. Nije više na naš eliminirane. Evo, druga. Makedonija. Не сме моментално не гледаме на тоа. Dobro je. Miroš, Bećare. Ne, uvijek ima vremena za dečke. Beća, Spaska, Koper, Dijan Patat. Nisi... Ne. Znači, kod muških gledaš? Ti si rekao, nemam vremena za... A imaš, izvinjavam se, fajn nije Paska, da ma thonë kohëm, fajn nije. Okej. Kod tebe? Не сум во никаква врска и како што кажа другата девојка, има понатаму време. Слободна сум. S nama je naša gymnastic teacher. She's the best teacher of the gymnastics in Albania, and we have some question from gymnastic teacher. Ne kemi këtu zyshën e gjimnastikës, gjeni gjimnastik, ne do kalojmë i hap mrapa. Kujdes, Damajs të nimoj unë. Bravo, të nimoj unë, bravo. Mirë do bishtë të nimosh dhe mua, bravo. E tashi, gjeni, Francika, Hrvatska, Kroacija, Makedonia, Kroacija, Makedonia. Hello girls, you're looking so good. I have a question for you all. Do you have time for fitness or pilates or anything else? Možete na vašem jeziku da nam dajete ili na engleski, kako hoćete. Yes, I go to the gym and I really love fitness because not everything is about working and modeling, and of course you have to maintain the body and you have to be healthy, you have to, you have to work out. To look good. Yes, I do to fitness. Be in a good shape. Po merë ka me gjimnastik quna rujuni se po thot djel dhe Thai box. Hajde. Uvijek ima vremena, ali rijetko kada stignem uz posao i sve ostalo. Kur kom kohë, je pas ka me kohë, kad ima vreme ima, kad nema im vreme nema. Yes, of course we have time for that because we need to watch our body to be healthy, good, fit, and everything. Me vijat trupit është mirë, ka qef mi majt vijat e trupit, edhe me modeling është okej. And for everything we love, we have time for it. Adhoru se kësaj çështja. Ja sam zadovoljna sa svojim tijelom i ne bi ništa mijenjala. Kjo është me modelizëm, s'ka ko... Ej, da te pitam ja nešto. Jel je na hrvatskom devojke, jel ideju na gym, na fitness? Što, vi dvoje nemamo vreme za to. Nemamo vreme za ovo. Nemamo vreme... Za tebe, Francuska, znam što imaš muža, treba da... Imaju devojke na Makedoniju, na Hrvatsku vreme za fitness. U Hrvatskoj da. Da, ali mi dvoje kažu ne. Cure od 16-15 godina već su u džimu. Okej. Jeste bili na svjetske izbori, a kanë qenë në gara ndërkombëtare. Ajo që më interesant, ti ma besoj se me kroatishtën është mirë,
Po, Cima ima neke pitanje, a prvo pitanje, jeste bili na izborske mjeste kao svjetski izbor za Miss? Pa svjetski baš ne, ali ovi lokalni da. Sad si na svjetski. Ok. Idemo kod Makedonije? Pa da, ja sam bila na nekoliko, evo сега, kako što kažavte, na svjetski. Da budeš kod Momentalno. Mikija, da ne ideš u svjetski izbor. Baš така. To je to. Съм била на Да. Miss Europe, исто така сега брзо бевме на со Анисија на Balkan Top Vajza ka Model. përfaqësu shtetin Maqedonisë në Miss Evropa, edhe është kom pjesë e finales ngushtë në Miss Evropa, përfaqëson për agjencionin e Maqedonisë, producenti zotit Miki, edhe jeni dakord që ja vlen me konë kjo? Ne? Ja i pitam, jeste okej da ova je bio u Miss Evropa, oni kažu da. Idemo u Hrvatskom? Svjetski ne. Svjetski ne, u Hrvatsku da? Da. Hvala. A čekajte. Gde si nam bio? Na koji svjetski izbor si bio? Jaz? Da. Ja nisam bila na svjetski izbor. Idem, čao, volim vas, čao, čao. Ама се надеваме дека сега ќе одам, нели? Бидејќи сум била до сега на локални избори и секогаш ми дало добро, сум освојувала прво и второ место и секогаш се надевам дека има прилика за нешто поголемо како за светски избор. Имате neki talent? Талент. Da pevate, Pipusa ka noj talent. Cima je naš DJ, on ima studio za Ali muziku. malo glasnije, ne čujem ništa. Ok. Važi. I ono što je kod nama najviše, Cima je najvažniji artist kao DJ u Kosovo. Kao producent, ja i tako sam i kako oni kažu da sam najbolji dancer ovde kod nas u Kosovo i to je jesam. Drugo, sam producent. Ja bi vas pitao ovako, vas četvoro, ali malo glasnije. Jeste vi ikad probali da pjevate nekada? I interesuje me za vas. Koja vrsta muzike, koju vrstu muzike slušate? Mislim, koji stil? Tradicionalske... To me interesuje, razumeš? Ok. To. Имам пробано да пеам, меѓутоа Naša najbolja pevačica u Makedoniju. Имам пробано да пеам, меѓутоа сметам дека имам други таленти, не се пронаоѓам во пеењето, меѓутоа знам да играм, например, и многу сакам да слушам музика, а мојот тип на музика е буквално све, така да потоа може да спаѓа и странска музика, хаус мюзик, техно, балкан мюзик, рап, хип-хоп. Имам играно и хип-хоп порано, така да ете тоа може да ми биде како некој скриен талент. Bravo. Hrvatska. Ja znam pjevat, ali nije to za svačije uši. Ali jednu pjesmu imaš da mi pevaš u kraju emisiju. Ma kakve ljudi će dobiti srčani? Ne. Mali reći, može? Ne. Mali? Ok, Makedonija. За пеењето сум пробала да пеам и реално не ми иде лошо, но не сум испунета од тоа. Не го гледам како некој талент за мене или нешто. Цртам, сликар сум. Црта? Како? Уметник. Da. Исто така имам повеќе... Isto nešto ovako, kao ovo crtanje što mi imamo ovde našu devojku što crta. Ona radi naše crtanje ovde, što su sve kolor, ali ili nešto drugče? Малце поразлично од тоа, ама така нешто. Tako nešto, okej.
Isto taka dolgo vreme imam svirano na violina. To je to. Hrvatska, Francuska. Ne pjevam, ali prije sam pjevala u zboru. Francuska pjeva. Francuska, na kraj. 2 reči da nas pjevaš. Molim te. Vidjet ćemo. Ok, znači su talenti. Vajzat për juve. Tip muzike koji slušam je 80-te i tako te stare. I tako volimo mi. Mile moja što te nemam. Dušo moja, što su? Pjesme su hit. Da. I koju bi slušao ti najviše? Najviše strane. Domenike, šta nam radiš? Neku pjesmu za Domenika imaš? Kad te nervira nekad, znaš? Volim te, ne volim, da, baš tebe volim. Ok, vajzat janë talente në këndim, piktur, këndim. Ne do i shofim se çfarë talenti kanë, edhe më pas do i vlerësojmë. Keni ndonjë pyetje? Doja të pyesja pak ato që merren me këndim. Si profesion shikoni modelizmin, pra photoshooting apo më shumë jeni te këndimi, pra cilin nga pasionet do të zgjidhni? Duke qenë se unë jam në dilemë se kam aq shumë pasione, e tham dhe më parë, edhe të marrë ndonjë mendim. Ona se bavas muzikom, s modelingom, fashion, sve. Zavama. Isto pevate. Jel bi stavljao modeling za muziku? Franciska, jel bi stavio tvoj profesor modeling za muziku? Da bi budeš... Pa zavisi koliko je dobro moje pjevanje. Koliko para ima, onda tamo ide. Tako je. Ok. Pa ja se realno ne bi. Ne bi, nuk e Smetam pa. deka ta po ishe me interesira. Ok. Isto ne, ljepše je druge za slušat nek sama sebe. Kjo ka më qef, thot, është me dëgju se sa me këndu? Ashtu jemi gjithë, kemi qef. I jas ne bi. Rado bi da продолжам со modeling. Ona 50-50. Si unë. Gjithashtu dhe unë kisha 2 pyetje për vajzat e reja. So I'm honored to be here with you, with so many models in the same stage, and I wanted to ask the 2 new models that just came, what do you think that's hard for being a model? I'll go first. There's always a hard part of any job, not just modeling, and for me, I haven't reached any problems with being, but maybe it's in some part it could be hard because you compare yourself to other beautiful girls and you start to think something, but it's a thing that you will conquer. So. Ok. Hrvat? Vajzën tjetër tani. Po? Po i svaki drugi posao je težak, svaki posao ima nešto svoje. Është duke të përgjigj pyetjen e asaj, po të përgjigjet kjo. Ok. In your opinion, what do you think of a model's life? Na twoje mišljenje, šta bi bilo na modeling life? It's not hard. You need to have time. The time is a little problem, but you need to be patient too. Thank you. Good. Franci? E ishte pyetja njëjtë për Francin? Pa. Isto pitanje za tebe? Šta bi mislio ti za modeling life? Da je dosta teško uspjeti u Hrvatskoj. Është shumë vështirë që të mirësh në Maqedoni me këtë profesion. Ladies, Jenny, pyetje në gjimnastik kemi? Jeste bali në ke punë gjimnastikon vi? Ne. Ne. Može da se kaže. Pak. Jesam ko mala sam išla. Pak edhe ajo atje? Ne, nisam se bavila. Do të thonë 2 keq janë marrë nga pak? With artistic gymnastic or something else? Or? Hrvatska edhe i herë ishte? Me gjimnastik artistike apo me... Artistico gimnastiku? Kako No. gimnastiku si se babës? So can you do split or bridge?
Ne, u Sisku sam išla ko mala gimnastičarka i osvajala nagrade. Ka dalë ka shëtit pak edhe ka po gjimnastikën më të mrekullueshme, domethënë. Okej. Vajza tjetër, Македония? Покажа в може да се каже така да нямам много стvari правено, така. Окей. Однака може само. Edhe kjo, këto domethënë e ka përjetu pak gjimnastikën klasike, po jo shumë. I Franceska ne, nuk ka gjimnastiku. E në vazhdim, kthehemi, wow. Na morë modelet mande në Pra, bukra po, tëmbla po, bukuroshe po, gjata po. Biondina, këto dy biondinat. Ha? Po, i kanë fut brunet mes, biondinat janë më të mira, ha? Unë jam të biondinat shembull. Ti ku je? Duket. Ti të brunet? Ti të biondinat apo të brunet? Të brunet. Brunet, dy brunet, një biondin ti? Brunet, por të dyja edhe brunet edhe blonde. Je dallavere i jonë kiti, zgjidh, bruna apo bjonde? Atëherë po zgjedh brunet. 3-1. Bruna apo bjonde? Bjonde këtë rast. 3-2. Bruna apo bjonde? Bjonde. Bjonde, znači, do më thonë 3, bjonde, 3. O ekipa nasha e sot ishte 3 za bjonde i 3 za brunete. Ti vetë, për qenë kur 3 që është bjonde? Pse jo, por dua të rri naturale. Kanë disa këto bjonde, disa kështu, disa lafe. Ti, dëshon ti është bjonde? Unë provova një herë dhe nuk më lanë. E unë ku bëj? Ku marrë pjesë unë? Varet nga situata, herë bjonde. Ne në vazhdim do të sjellim një super artist. Ai është i veçantë. Është njëri ndër artistët më të mirë që unë krenohem me të. Ka arritur që në çdo skenë triumfoj. Ka arritur që në çdo skenë të jetë i pari, edhe këtu synon të jetë i pari. Por do ja lëm kohës. Zonja dhe zotri, e ftojmë në skenë Nicole Prendi. E sjellim tek ju. Më rodhen lot nga sytë e shpirtit. Ky malli të shmendur më torturoi. Më mirë në kryq, në vend të krishtit, se sa i vetëm veç të gjalloj. Ky shpirt i brisht që preket let, nga fjala rënd dhe xhelozia, më prishi punë gjithmonë në jetë, mi bëri sterë ditët e mia. Po çfarë ka njerëzit që e gërsohen? E çfarë kërkojnë ma shumë nga unë? Ata që s'mund të dashurohen, përse nuk ikën, për prishin punë? Më dhem gjithë trupi, më dhem gjithë shka. Sa fort më dhem sot gjoksi im. Kjo botë e madhe, plot vende ka, po dhimbja ime nuk gjen shërim. Unë them të iki, ti le të gjitha, të marrë me vete veç mallin tim, ta bëj qivur të shkoj nga isha, atje i vetëm dhe në harrim. Pastaj të kthehem pas qindra motësh, kur bota ndoshta të ketë ndryshuar, të lyp lëmosh në mes metropolesh, si shpirt i brisht dhe i dashuruar. Të marri mavin asaj që dua, të shkoj tek bliri me gjel të egër, të vi pas meja jo me mua dhe të këndojmë këngën e vjetër. Dua të bëm pak sa i krisur, dua të bëm dhe lot të kësyt, dua të bëm dhe gjumi prishur, dua të bëm imazh yt. Faleminderit. Emo Nikola, si të kam? Si të kam? Shumë mirë. Si ke kalu? Krejtë mirë. Me punë? Babi, mami mirë? Mirë, top. Ka pasur një aktivitet? Bëll. Ku ke qenë aktivitet ta ditë? Në Fisht. Në Fisht? Po, në shtegun Fishtian. E qa bërë në Fishti? Recitova, vizitova zonën. A më thash edhe Ergi ande, jo, nuk ishte. Qfar? Ergi si ishte atje, jo? Jo, Ergi. Jo, okej. Nikola, të bëj unë 2 pyetje të vogla. Po, 3.
Unë jemi në këtu? Po, hajde bëj muhabet, se kemi të bëj muhabet e Nikola. Nikola, si po duket gjithë kjo emision që sot kemi bërë? Mrekullueshëm. Keni ndonjë pyetje për Nikolën ju të dytë? Nikol Urime, si gjithmonë ti sjell gjëra shumë veçanta dhe me mesazh shumë të bukur, doja të pyesja ku e gjen gjithë këtë frymëzim që i bën këtë poezi? Frymëzimi gjithmonë vjen nga poezia e cila përcjell një mesazh shumë të bukur dhe mundom t'ia shpreh publikut. Dhe besoj ka arrit më së miri, Urime. Shumë faleminderit. Bravo. Nikol Urime, përrej suksesin të ardhmen dhe kom një pyetje. Happy birthday to you. Falem shumë për një mesër. Niko, edhe i qimë. Shumë faleminderit. Ta gëzosh sipas dëshirës që ti mendon që është më mira për ty. Tash Niko, si që do rendi, da marrë të në animosh pak se ti e... Po, hajde Niko. Ja të pa bo pyetjen oki. Niko dhe pres. Pyetjen, ta shprej tortin njerë. Okej. Niko, ne i themi kështu, e ke parasysh, marrimi që i kështu, nuk po të fusim kokën të tërën këtu, po të bëjmë i që këtu. Urime Niko, një duar trokitje, Ergi do e kthesh prap. Ergi është kujdes për gjithë të befasit bukur, falenderoj shumë Ergi për Nikon. Falenderit shumë. Tashi po, harova po e ke? Po, Niko. Të urova dhe suksese edhe në të ardhmen, po e kom një pyetje kështu. Po. Kur del në skenë, dhe ai momenti kur del në skenë, a ke frikë nga Kika? Jo. Niko? Kikën e kena gjanë. Ke pas në janë kes nga undi? Jo. Wow. Jo, nuk ka, është mirë me mua ky. A po, a? Je mirë me mua? Bravo. Këtë do e lumtoj unë. Emocione ke? Pak, normal, emocione ka skena, Po. por jo shumë. Po kur është e Kikën kështu ta ki emocione? Jo. Okej. Unë do bëj një pyetje, po do të mendoni edhe ju për Nikon. Niko, gjatë gjithë ti rrugtimit ti ke pas filma, ke realizu gjitha. Kush janë kanë gjëra që më të mira që ti mund t'i kujtosh ndonjëherë? Gjitha rrugtimet në filma dhe më shfaqim teatr më kanë pëlqy, por nuk mund të zgjedh njërin, sepse gjitha kanë ato kujtimet e bukura. Damaris? Unë do doja ta pyesja në fakt duke qenë se poezia kohë të fundit, më saktë letërsia në përgjithësi është lënë pak lënë hije, doja të pyesja pak pse pikërisht poezinë dhe një mesazh për gjithë bashkëmoshatarët e tu duhet merren me letërsi, të lexojnë. Unë mendoj që gjithë moshatarët e mi të lexojnë sa më shumë dhe të jenë vetvetja. Okej, Lukas? Unë ta bëj pyetjen pak më në lidhje me programin. Ke kaluar gjithë këto faza, ke arritur deri këtu ku je tani. Si ndihesh? Shumë mirë. Që jam pjesë. Përveç konkursit që e këtu, sigurisht që do të kesh konkurrencë, por a ke zënë ndonjë shok ose shoqe? Po, sigurisht. Shoku im është Dionisi. Jam shqiptar. Po. Por me Dionisin ke vetëm shoqëri apo keni edhe konkurrencë? Jo shoqëri, po konkurrencë. Ja, burrash kështu, dëgjoj se ti je burr balësie. Burrash. Ti dhe Dionisi. Në finale. Po, muzika tan tan. A do thosh vetë inshallah fitoj unë apo inshallah fitoj Dionisi? Tan tan. Dhe fituesi është? Është. Shpallë ti pra? Kush është? Jo. Sa dallave. E zgjedh publiku. Po publiku tash, po sipas te kush është? Nikon nuk të dia për dallaver. Duke qëndru shumë Edi Ramën, ky është bëj çik kështu. Ja, nuk mund ta zgjedh. Nuk mund ta zgjedh. Nuk mundesh, ë? Ja. Ti prapë them, janë 100.000 euro. Të dan. Por e gjitha i çmim, more. Të dan. Mendoj. Ku do shkosh? Shoqëria. Po Dionisi ta dha lejen më. Bravo! Unë jam krenar që kam quna si Niko këtu, bravo. Niko. Kjo tregon që janë shok shumë të mirë.
Po thëmë se na bëj neve kështu me dy mendime. Gjithashtu kjo tregon që ky show përveç se ka konkurrencë, gjithashtu krijon dhe shoqëri. Dhe kjo është shumë bukur. Bravo. Një duar përgjigje për Niko! Niko, faleminderit shumë që ishe. Urime dhe i qimë, si shta do zemra ty. Faleminderit për Nikon. Unë për ty nuk je dhe i qimë njero. Ti për mua. Po kur si ti pse ti japun? Ju kim? Tani edhe unë i bashkojmë Damarisit. Sa dollavere që jeni ju? Po ty e di jo. Okej. Në vazhdim. It's yours. Këto thanë që din këndojnë. Këto thanë që jemi superstar. Thanë që ne jemi bukra, elegante. Regjia, në regji do më shoni muzikën Gjamajla Superstar. Edhe në Gjamajla Superstar regjia, na pret diçka e bukur. Mi se rekli, das më lijepe. Das më superstar na naše mjeste. Das më najbolje fotomodelke u našom mjesti na svijetu. Ova od Makedonije rekao, na Miss Evropa, sve su me gledali mene kako ja hodam i sve su me rekli, wow, jesi ti od Makedonije. Sad imamo jedan test za vama. Nisu teške testovi, lijepe su testovi, ali Ređija ima jednu pjesmu za nama, Superstar. Je od Gjamajle. Prvo imate da hodate kao modele. One što su rekli, ja znam lijepo pjevati. Kratko pjesmu, malu pjesmu. I imamo jedan kviz. Ko pobedi ovaj kviz, ima 10 dana odmor na Fafa Resort u Albaniju, zva ljudima s kim hoće, sve plaćeno, all exclusive, ali ko nam daje 2 naše pitanja. Ok, vi vam pitamo, vi treba da daje odličan odgovor. Ok, jemi gati, ređija? Francisca, here. Hajde ju pas meje. A ne, neću pjevat. Ajde ovdje, Francisca. Ne. Kao model prvo.
superstars! Nuk e di Damaris. Ja ka filluar me mush me Damaris. Gjen. EP, si gymnastic girl. Këto dy janë mos i vlerëso se i kemi skenës. France, Hervat, Makedonia, Hervat, Makedonia. Girls look so beautiful and full of confidence. Girls just stunning. Okay, thank you. Cima? Shtabi drugoj në kam... Broj 1, excellent. 2, za photoshooting. 3, excellent. And broj 4, mogu da kažem da je nešto između. Damaris, France. Ti komentoj? Po. Do të thënë, të mbush mendja që... Po. Mirë. Mendoj që vajzat ishin të mrekullueshme dhe kishin realisht shumë vetbesim, kishin shumë konfidencë, edhe mendoj që një femër mbi të gjitha e bën të bukur besimin në vete. Na edhe pështe superstars të to e ka Damaris. In English, please. Yeah. So I think all of the girls were beautiful when walking and they were full of confidence. Yeah. And I am very thankful to you that I got to witness this beautiful talents. Oh. Lucas, in English? The girls were amazing, stunning, full of confidence, but they weren't as good as our hosts. Normalno. Za mene. Francika. Od 1 do 10, 8. Makedonia. Od 1 do 10, 8. Hercegnov. Izvini, Hrvatska. Od 1 do 10, 7. Od 1 do 10, 10 plus. Okej, šalimo se samo. Sad imamo ovdje kamera sa mnom. Aha. Kako ide? Kako ti gleda ova emisija? Отлично, много ми се допаѓа, бидејќи ова е една интерактивна и многу интересна емисија. Ti si nam rekao, ja na moju mjese sam najdobra singer girl. Не го кажав тоа, кажав дека сум пробала. 2 reči kao singer girl, možeš? Јас можам, ама не знам. Hajde sa mnom na binu. Hajde sa mnom! Do t'la lirojmë se do t'la këndon një këngë si pas dëshirës saj. Okej, tamo ti je kamera. Не знам што треба да пеам. Šta ti voliš? Ама не знам да пеам. Jednu, malo. Okej, hajde. znam da pevam. Engleski znaš? Не знам да пеам. 2 reči. Da pevaš ne znaš? Neku poeziju? Поезија? A, Да размислам. hajmo. Hajde. Не знам стварно. Можам да препуштам на Да некоја играш? девојка. Да играм? Па може со некоја музика, нешто да. Koja пробам. muziku? Па нешто слично како претходната Суперстар нешто. Idemo baby boy. Hajde ređija baby boy.
Okej. Hvala. Hajmo, Hrvatska da pjevamo. Izvini, ja? Ja ne idem odahve dok radiš nešto. Cijeli dan sedim ovdje. Da. Da pevaš. Poeziju. Da igraš. Šta znaš ti, reci mi? Sjedit. Nuk dozdo? Molim te. Tvoj stage. Može sa muzikom? Može. I'm begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. Bravo! O, Bože moj. Bravo, Francika. Molim te. Ja neću pjevat. Šta ćeš? Poeziju? Mogu pjevat ovako na suho. Ne, ovdje. Hod bre. Hajde Baš samo na moram. Franci, molim te. Ajde, Franci! Da li si sretnija, tamo daleko od mene ili nesretnija? Kad zalete uspomene nisam bog zna što, ali jednom sam te ludo volio. Thanks. Cima, shkojme Francin. Po më falj. Falj. A bëdon kroatisht atë shpodan? Kroatisht. Okej. Za nju dobro peva. Prva. Super, odlično. I za nju fenomenalno. Ona nije bio tu kad smo bili na vinu? Fenomenalno. Ali treba malo da imaš emocije. Znam, razumijem to. A za nju kao dancer, excellent. Okej, Jenny? Jo, mirë, flasi vetëm cima. Okej. Ne shkojmë me publicitet, e rikthehemi. E në vazhdim erdhi koha e veçantë. Damaris, je marrë me photoshooting? Jam marrë. Je marrë. Dominik dolazi nam ovde. Tan. I tvoj aparat, Dominik. Muzika. I prva ide Damaris, onda Franci na photoshooting. Hajde, ovdje je vaša bina, imate svi po 3 minuta. Ikim baš na Lukas? Juki? Damaris? Nandero.
dashur, jemi në fund të pjesës së parë të këtij emisioni. Jemi 2 orë dhe do të realizojmë bashkë të emision. Ja që da vas zakwaljam što se došli, što se putili od Skopje i od Zagreba da bude ovdje s nama. Vi četvrtkom s kim hoćete, imate 10 dana plaćene na more, u Fafa Hotel i uživajte tamo. Uzmite kom hoćete, možete 2 ljudi da je uze s sobom i da ga uživate. I za nama je bio mnogo drago što ste bilo s nama. Ako imate nešto da nam kažete za kraj, ja bih volio da nam kažete, ako ne, ne. Što не повикавте в ова емисија, многу добро искуство, исто така емисијата е топ и нас ни беше многу драго што учествувавме тука. Hvala, drago mi je bilo što sam došla ovdje. Hvala vam. Ви благодарам многу што ме викнавте, што ми возможивте да бидам дел од една ваква хубава емисија, се надам ќе дојдам пак. Ovaj neće da bude prvi put, zajedno ćemo da budemo na ovaj projekt i za mene mi je drago što ste bili i ovaj je new open za new begin. Što će foundation. Hvala vam mnogo. Si u dugëm vajzat? Vajzat ishin të mrekullueshme, siç e thash edhe pak më parë. Jo vetëm modele, por treguan talentet e tyre të tjera, dinin dhe të flisin shumë bukur, kështu që. Si u dugëm vajzat? Si mas gudzon nga gjeni më nxjerri fjalë të thotë gjeni. Vajzat ishin shumë të mira, ishin shumë talentuara te pjesa modelingu dhe talentet e tjera që kishin, shumë të komunikueshme, mbi gjitha shumë të bukura që kështu i uroj suksese. Po, për ta mbyllur këtë rubrik, çka kemi, do marr mikrofonin për të mbyllur edhe Noelën. Noela do vish tek unë? Po. Hajde afër me Noela. Cima, kjo është piktura që është realizuar sot nga Noela, do futesh me Smeje dhe Jukli për të dëgjuar mikrofonin e të dyve. Kjo është piktura e realizuar nga Noela sot, ndërsa ajo është e dje. Edhe në emisionin e kaluam e kom cek që piktura nga piktura është xheloze. Dhe në këtë moment, mu vetëm po më shtin me xhelozu ajo pikturë ndaj kësaj. Pse? Sepse koloriti i ngjyrave është shumë më i dhezët, është shumë më i ngrohtë, edhe është shumë ma dinamik se sa kjo. Por në anën tjetër, Noela ka një teknik për sos nëse shumë është e mirë. Kjo është teknik që shpesher edhe unë e kom përdor në të kalumen. Dhe këto e në realitete që mund t'i pikturon një talent si Noela. Me gjithate, mu po më pëlqen shumë mënyra edhe stili se si po pikturon ajo. Kështu që të uroj sukses në të ardhmen, bravo. Të dashur miq, ne zyrtarisht si produksion kemi marrë vendim që Noela të jetë finalistja jonë e parë në konkurim në garat nacionale, që Noela përfaqëson Shqipërinë si konkurrentja jonë e parë në pikturë për qenë fituese dhe pretendente për çmim të parë, por që me Noelën ne do shifim në garë kokë me konkurrentët që na vinë nga shtetet tjera, kështu që Noel, fjala për ty. Falenderoj Jurin edhe produksionin për mundësitë e artës që më kanë dhënë mua dhe për gjykimin e drejtë ndaj pikturave të mia. Kështu që Noela është ajo që ne vendosëm, sonte do të japim 2 emra të finalistëve të cilët synojnë çmimin e parë për nga Shqipëria, bashkë ne shkojmë në publicitet, e rikthehemi një Sexy Boy. E ndjekim. Shikuesimi të dashur, pjesë e kësaj është edhe një intervistë që ne kemi realizuar në kuadër të kësaj gare. Një model, një djalë i cili ka realizuar shumë sfidata, ka qenë pjesë e shumë projekteve si në Shqipëri, Maqedoni, gara botërore, evropiane, jo vetëm si model, mirë po dhe si karatist, është pjesë e këtij produkti duke u munduar që Global Talent sillet edhe në Maqedoni. Me të do flasim në gjuhën angleze për të treguar, përveç gjuhës angleze do flasim edhe në gjuhë tjera për të treguar se zotëria është pjesë e pandare jona në këtë rrugtim. Willkommen in the studio. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, ich bin sehr zufrieden, euch kennenzulernen. Ja. Reci mi odakle tvoj favorit sport karate, ali odakle tvoj favorit modeling? Pa ovako sad, kao što sam počeo, tako
Bio sam, na 15 godina sam počeo tako da sarađujem sa Miki, a isto tako u isto vrijeme volio sam da radim to martial art, gledao sam te filmove sa Bruce Lee, sa Van Damme, nešto. I znači, ulaziš u taj film i tako se pronađeš sebe u taj sport. Da, posebno. Za modeling, kakvi put si imao na svjetski modeling? Znači, na kojem mjestu si bio kao model? Šta si pobedio kao model? Pa ovako sad... Ja znam da si bio na International ovdje na Priština Fashion Week. Tako. Znam i tvoju pobedu na drugim mjestem, ali bolje da mi kažeš ti tvoj put na modeling. Tako. Pa ovako sad, ja sam bio na više mjesta sam bio kao model to sam tako nastupao. Bio sam to na Prištini, kao sam nastupao u International Priština Fashion Show. Isto smo imali to u Prištinu za te marke, za Hugo, za Boss, za Plain Sport, za Gant, za Guess, za Antoni Morato, sve smo to reklamirali u taj show. To je bilo kao reklama, nije bilo takmičenje, ali to što sam pobedio je to u Minhenu je bilo u 20 godina. To mi je bio, znači, to smo radili u Minhen, u Njemačkoj. Tamo sam baš počeo da se bavim kao malo poprofesionalno sa modeling. Prije sam bio kao nešto kao, onako volio sam da pokušam kako to ide, ali više sam se pronašao u modeling kao profesionalni kad sam pobedio u Minhenu, tu, u 20 godina. Reci mi, šta je za tebe ljepše, fotomodel ili model? Pa ja bih rekao, i oboje su ljepše, sad zavisi kako se pronalaziš. Sad neki vole da se slika, neki vole to samo da se pokaže. Sad za meni bolje bi bilo modeling, zato što da vidi sad, kad si tako na modeling samo uzimaš, odradiš svoju stvar, 1 sat, 2 i završiš je. A kad si sa fotom ovdje moraš da biti cijel dan tu, pa da se spremaš, pa to sve. I to duže vremena, zavisi koji ko voli. Ja bih volio više da budem kao model. Koliko volio mladi u Makedoniju modeling? Pa u zadnje vrijeme ima veliki interes to modeling mlade u Makedoniju. Prije je bilo isto dobro, ali sad zadnje vrijeme to, ali bilo je, znači, nije imalo taj Instagram. Kad je počeo taj Instagram, sad su svi kao Instagram modeling, znaš. I sad svi sami rade, znaš, na to. Svi sami rade na modeling i, znači, nema sad više mnogo menadžera, znači, što to rade. Ovi su, na primjer, djevojki to što rade preko Instagram, oni su promoviraju sami, znaš. Je li je teško da budeš model u Makedoniju? Pa da, sad. Zavisi koliko ćeš se unesiti u modeling, koliko ćeš potrošiti vremena, energiju. To sve zavisi od tebe. Znači, nije ništa teško ako se potrudiš sve od sebe da daješ. Koje je lepše za tebe, model ili karate? A sad, to je teško pitanje odgovoriti. Vidi sad, jednom dobro ja volim znači to modeling, to da idem to znači se na pistu, to na fotosesije. Ali karate je nešto kao deo života. Znaš, karate je deo života gdje se sam pronalaziš i nije borbu da pobediš čovjeka, borbu da pobediš samog sebe. Da pobediš svoj ego, da pobediš svoju etu i da budeš bolji čovjek. Znaš, zato bih rekao ovo pitanje da za mene je bolje karate. Zato što... To se plaća više. Se plaća više modeling. Modeling se plaća više. Karate je samo satisfakciju. A modeling dobro, može biti, nije više u biznis. Znači ti ima sad olimpijske sportove to, što su biznis, ali karate je više za samog sebe. Znači nije za da se eksponiraš. A ovo što je modeling je više biznis, znaš. Tamo se više zaradi. Ti single ili ne? A sad sam single, da. Sad sam single. Da. Ili je teško za devojke kao model? Pa vidi sad, kako misliš? One što te hoćeju, one što te voleju. Ili je teško da uzaju jedan model kao boyfriend? Pa vidi sad, zavezi sve od djevojka, znaš. Znači... Ti sam bi volio jednu modelinu da bude tvoja cura? To da... Vidi sad, to znači ja bih volio da bude modela ili ne bih volio da bude moja cura modeling, zato što, znaš, pak, znaš, sve ti prolaze u glavi, znaš, to je sve najnormalno. Kad ide, znači, to, na primjer, kad putuje, znaš, ako se bavi ona profesionalno, putuješ od drugih zemlje i, znaš,
ne može, znaš, s kim će da se vidi, znaš, s kim će da iskontaktira. Ne mogu da budem 24 sata tu sa njom, znaš. Ali, da, to bi bilo više kao challenge. Koliko ti je profit Instagram? Profil? Profit, znači koliko uzmeš novca, posao od Instagrama? A od Instagrama, pa uzem po nešto to ne mogu sad da odgovorim, to je tajna, to znam samo od sebe. Ali da, baš ono fino, znači to baš ono dovoljno koliko što mi treba, koliko što sam očekivao, znači, tako da uvek može i više, ali ja sam zadovoljan. Tvoj poziv za svi mladi, za svi ljudi što hoće da budeju i na karate i na modeling? Pa vidi sad, oni treba, da, ja bih to rekao na svima što voli da rade karate, da karate je za svi. Znači to, ako vole da se izgrade kao ličnost, da ide dalje u života, da uspe u život, karate je nešto posebno. Ja bih to rekao svima da počne da vežbaju karate, tako da imali bi najbolje rezultata. Hvala ti što si nam došao i hvala što si bio s nama. Hvala isto na tvoju poklonu. Hvala ti. Të dashur shok, të dashur miq, besoj se po kaloni mirë me neve, e ku kam më mirë se sa unë kam të ftuar një kolege. Një bashkëpunëtare të shumë emisioneve që kemi realizuar bashkë, një bashkëpunëtare të shumë projekteve që kemi realizuar bashkë, mirë po një njohëse të mirë të çështjes së mbrojtjes së traditës kulturës shqipe. Lume, përshëndetje. Përshëndetje. Historia jote fillon me luftën. Një grua që tregoi në luftë që shmezoja. Nuk u ndaloj aty, tregoi edhe në për shumë aktivitete që ditë jetë një organizatore shumë e mirë. Përveç saj, tregoi që ditë jetë një projektuese shumë e fuqishme. Një motër e mirë, një vajzë e mirë. Megjitha, tregoi që edhe botën e gazetarisë e njeh mirë, edhe botën e prezantuesës e njeh mirë. Lume, një vajzë e re në vijat para të fronit. Faleminderit për gjitha këto fjalë edhe këto vlerësime me bëre të skuqem. Po, unë do të thotë që në rinin time ishte lufta, edhe ishim në ato odat shkollat që mojshin e për oda, edhe detyrojshim t'i këshim, do të thotë largoheshim nga aty dhe të ktheshim prap dhe fillun gjendja, mërshin shqiptarët u rrashin, një ndërtasht edhe hoxha im që e kanë rraf dhe ka qëndru 3 muaj, do thotë me shumë plagë derisa u shëru dhe aty fillum. Por edhe une jam bes prekozi, mamaja ime me ka ushqyer me ato tregime ngjarje që kanë ndodhur nga koha e Ahmet Delis, Tahir Mejes dhe erdhi lufta. Dhe siç dihet në marsin e ftohtë në marsin e përgjakur kur ra familja Jashari, një qëndresa e tyre lavdishme dhe aty ishte vula që une do të shoha, do mundem si vajzë e re, ta bëj një gric, një qikës kontribut sa mundem si një vajzë e re e aso kohe. Por i shifsha dhe të rritë studenta që shkonin direkt i lenin studimet, që ishte ndërta mentor Dervishaj, studenti 10 juridikut dhe la fakultetin dhe shkoj në front, ku sot i ka është dëshmor i kombi dhe i ka dhe 2 vëllezër tjerë të ramë në luftë. Dhe çdo gjë u kurorzu që unë bindem, edhe ishte koha kur vdiq Mervete Maksutaj dëshmorja, edhe unë shkova në rivarrimin e saj, edhe filloj mu bo brigada 133 Adrian Krasniqi në Dugagjen, që ishte nën komanden e generalit komandantit ish kryeministrit zotit Ramush Haradinaj. Unë isha në pjesën e zonës ku ishte nga pjesa i Stogut deri në fshatrat e Pejes, aty ishte e pozicionu me zonat e lira dhe brigada jonë, edhe une u kyqa në atë brigad, fillova ushtrimet, aty edhe pastaj fillun luftime, granatime, dhe si dihet komplet lufta, dhe kështu përfundova une në luft, u mbare lufta, dhe erdhi liria me shumë gjak, shumë sakrificë, shumë masakra, popullata e dëbume, Kosova e rënume, Djegu në shkatrume çdo gjë, dhe u kthy popullata. Une nga aty me disa referenca të disa komandantëve, unë dola, i kisha dhe të regjistru në fakultetin juridik, unë dola në shtab të punoj dhe nga shtabi pastaj erdha në Prishtinë dhe vazhdova studimet, vazhdova jetën time. Kam një pyetje.
Sa janë falëndërues njerëzit, institucionet për kontributin e një gruaje të dhënë në luftë? Po shiko tash. Unë e di që ti nuk i ke bërë për falëndrim, po sa ata janë kujdesshëm për këtë çështje? Unë nuk e kam bërë sepse siç thonë shumë bashkëluftëtar të mirë, ne kemi hyrë në luftë, po se kemi ditë që mbetemi ngjallë, sepse ata që e kanë pas shkruar të vdesin deri aty ku kanë pas jetën, sepse kjo lidhet pak edhe me Zotin, sa ta ka shkruar Zoti të kesh jetë, dhe ne kemi shpëtu, po nuk e kemi ditë a do shpëtojmë, a do mbesim gjallë, dhe s'kemi mendu që dikush do na falenderohet. Dhe nuk pres askush mu falenderu, sepse është obligimi joni. Obliguese moral. Po, obligim moral që të bësh diçka për atë dheun. Sa i përket popullata, tash veç kohëve të fundit, nga që i kemi krerët në hall, ka fillu nga pa ku t'ja di ashtu vlerën e UÇK-s, edhe shumica popullatës e din, por duhet ma shumë ta mbrojnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është e një individi. UÇK-ja, madje as e komplet ushtarëve, UÇK-ja është e krejt popullit, se UÇK-ja ka dalë nga populli, dhe duhet të gjithë popullit t'ja din vlerën, sepse pa gjak liri nuk ka. Dikush është dasht më quj pari, ta ka parë më ndorë, dhe të luftoj, dhe dikush dasht vdes që të vije liria. Tash, sa kush e falenderohet dhe sa kush e vlerëson, prap edhe këto po e kthejmë mbetet në ndërgjegjen e çdo individi në Kosovë, ndërgjegjen e tyre personale. Luvem, sa është vështirë të nqitet një femën në rrugtimin e vet profesional? Shiko, këto tashin si tem tabu viteve të fundit në Kosovë që një femën du ta ketë një krah të fortë apo një tafërmë, por kur je një femën e fortë dhe mësohesh me sfidat e jetës, nuk ndalesh, e ki ambicjen, e ki guximin, edhe punon shumë. Puna është ajo që e ngrit njeriu. Do të thotë, nëse punon atëherë do ringritesh. Normal, aty kombinohen edhe faktore tjerë, shkollimi, edukimi. Në Kosovë është pak vështirë të ngjitesh në mojat, sepse këtu nga njëherë janë edhe ata bryllat që do është dashur të shtyhet që ma ka lënë dikur një ish kolegë që është babai një figure shumë njoftën në Kosovë, zoti Sherif Konjufca, babai i Glau Konjufcës, tha mori goce, duhet të luftosh ta me brylla që ta bësh një vend të vogël në Kosovë të madhe të Kosovës. Dhe e ko marrë si një këshill jetësore, e ko marrë si një këshill jetësore edhe si një diçka që ashtu po funksionon Kosova dhe ashtu të bësh. Përveç shkollimit, përveç guximit, përveç punës madhe, se si thash edhe më herët, puna është ajo që të ngrit, nga njerë po duhet luftosh edhe me brylla që t'ja bësh një qikës vend veti diku në këtë vend në Kosovë, diku në ta pozicionosh. Po prap se prap është paraqiten sfida gjatë rrugtimit për femnën shqiptare në Kosovë. Lumja në projekte? Projekte po, une si dihet jam udhëheqi i Institutin për Trashëgimi Kulturore Historike, edhe kemi bo shumë projekte të mëdha, tash i kemi veç më të financuara nga Ministria e Kulturës, projektin Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore 5, jemi në pritje edhe të financimit të projektit tim individual Diversiteti i veshjeve në Kosovë, se që diton përveç që jam juriste, jam edhe etnologe, do të thot me veshjet nga të gjitha trevat e Kosovës. Kështu që edhe tash kemi dërgu një projekt të ri, ndërkufitar është, Trashëgimia Kulturore e Kosovës dhe me kufi aty me Shqipërinë, ku janë pjesë të Dugaxhinit dhe aty pjesa e Shqipërisë, një projekt madhor që do të financohet nga IPA, do të thotë Komisioni Evropian. Lumja prezantuese. Kjo ka ardhur si rezultat ku tema do të thotë fajtori jeti. Unë erdha në TV Diasporën, ku ishe ti aty të ju vizitoj si edhe ju familjarisht ma njihemi kështu, dhe aty dikush duhet të të shoqëroj në emisionin e mëngjesit, dhe ti më tha nesër do vish. Dhe më ke shoqëru 2 ditë dhe më ke bo prank, do thot, ke thonë nuk do jem nesër, edhe ke dosh që të mjapësh guximin, unë kom fillu e vetëm, kom fillu ta më udhëheq emisionin, dhe kur më ke fol në regji, ke thonë këtu jam. Edhe kanë kështu të qeshura dhe nga ty kom fillu dhe kështu dhe kemi punu ko paskohe me talentin, kemi udhëheq, edhe është një fushë e re që është shumë atraktive për mu, shumë e du, sa po ta thëmë drejt tash nuk mund të rri, i kry punë të mija, jetën time personale, po prap e ndisi munges kur vjen koha diçka e televizionit, t'jem dikun dhe ta japi kontributin tim. Lumja si teze,
Si hall. Lumja si teze dhe si hall. Lumja si teze është që unë i kam 3 mbesa, një është nga njëra motër dhe 2 janë nga motra tjetër e vogël, por nga motra e vogël e kam unë atë noën që është do thot shoqja ime, ajo thot shoqja, edhe më trajton si shoqja, i bën ato bisedat për shoqet e veta dhe unë e dëgjoj me shumë kujdes, e dëgjoj edhe kemi atë kohën tonë që dalim si 2 shoqe pim kafe në qytetin e Pejës. Do thot i kemi ditë e vikendit, caktuar kemi na 2 me dalë. Mbesën tjetër të madhe kom në Gjermani, edhe ajo shumë e lidhur me mua sepse ajo flet për mua për shkollën, flet për jetën siç e kanë fëmijët në diasporë. Hall si hall, unë jam shumë vonë jam bë hall, do të thotë kam djalin e vllaut, mas 13 vite ka vllau, i ka 3 vjet Almiri, edhe me të do thotë gjithë dashurinë e kemi sepse nga vëllezrit është fëmia i vetëm në shtëpinë tonë, gëzimi jon, edhe kështu që unë kam shumë dashuri për ta, për gjithë, nuk i ndoj asnjë, por me noën disi kemi disa muhabete, po mangusht, ma ndryshe. Lumem, është nacion të kom thjerë paka shumë e kom bo si emision një rubrik, ta njohin personalitetin, personazhin, nuk kom kallëzu për shka kime arë. Po, ka qenë për mu një surprizë e bukur që më ardhë Lumja dhe më shprej, më refy për gjithë ata që nuk e njohin Lumën. Faleminderit edhe unë falenderoj për ftesën, sepse ne kemi si stati në fillim kemi rrugtu në këtë punën tonë kështu me televizion shumë, por ne diçka të tillë nuk e kemi bërë asnjëherë. Unë të falenderoj për ftesën, për vlerësimin dhe çdo gjë që ke bërë për mua. Prandaj shumë. E pat kush është Lumja, ne shkojmë me publicitet dhe rikthehemi. Jam shqiptar. Prit, ti je shoku Nikolës? Qast na tha Nikola për ty, E di qa tha? Tha që po t'ishim në finale unë edhe Dionisi dhe fiton të ai çmimin. Nuk ja le Dionisi, tha. Po, tha, nuk ka shan Dionisi ta fitoj këtë çmim, tha. Unë gjallë këtu, tha. S'ka problem. S'ka problem? Po ti çfarë mendimi ke, do ja lësh ti çmimin apo? Atëherë, përveç se më rëndësirë gjithmonë për smara, por ka marrë përveç se me konkurru, ka marrë me bon shok. Po qa shok jaj, mëra, i tha, s'du ta fitoj çmimin, s'du ta merr çmimin, loj, ua! Gjen 100 euro në lojë, më. Gjitha ato lek. Ore, se mua beti të lekët, po i fitove çmimin, ti na trego pak çfarë do bësh me ato lekët. Mamit do i blej një Lamborghini. Tjetër, kuj do i blesh? Nuk besoj se janë ai shumë kika. Me që një zbleda, ja. Do i bëra një vërot familjes, por nuk është se mendoj. I darë, ka të ka shpia dhe i pull, pjek me pull fshat, ja? Sigurisht. Me 20 euro do i mash në shpinë, ma? Nuk është se ka menu në jekë. Sa kërë. Po ne këtë tjerë ku të bërë, hajtë dhe ku do i lërë se na ta ditë në bashkë. Se si thimi askujt. Po ta fitoja, nuk do mendoja, nuk mendoj që do ta fitoj, Stjep ma mje babi, ja? Gjithmonë do më ndësha që të bëjave bamirësi, pse jo? Bamirësi? Po. Pse i të visnaci jeti? Jo, por pse jo të një mësh njerëzit në nevoj. Ua, po ne s'kemi hapë tu, pa ka i dhe mi hapë ne këto emision bamirësia. Po mirë ma i ka lekë të vetën. Po. Çfarë të doj? Po dali njerë, ti fitoj njerë. Po, e për shembull, kush për Ergin më the që pse është ajo këtu, domethënë nuk ja vlen që tu ajo. Nuk ja vlen pasi është shumë e mirë, do na më por gjithë. Domethënë, je dakord që s'ja vlen Ergin me marr pjesë tu? Ta heqim erë, domethënë Nikolën tha heqe, Ergin me heq, po atë që merr me pikturën ajo që na çmeni ajo, si ka emrin ajo? Noela. Po. Është finalist ajo, s'mund heq. S'mund heqim, a? Ja. Po i bëjmë ne kështu ta pi natën finale dhe iku, oho. Ja. Gjithmonë përveç çmimit duhet bëjmë edhe shoqëri. Edhe shoqëria. Ti më ke thënë që shoqja jote ngushtë është jo në këtë spektakël, domethënë më mirë se Nikolën, më mirë se Ergin, më mirë se Dai, domethënë e ke muhabet me Joktin. Kam respekt për gjithë, nuk është se të bëj dallim me shoqëri, por me qërrime shumë është Nikola. Ti më se e kam shok mush, mëre. E le Joklin, Ua. Ndrovi Joklin me Po Nikolën li gjitha e gotë e bukur shisi është. Gjithë modeli, përfaqësues shteti. Gjithë ju prezentues. Thashi, jam shqiptar, po fitove i merr 100 euro. Edhe sonte shqiptar do jesh më? Po. Sonte kish i pegjit ato goca, që erdhën nga Maqedonia. Erdhën nga Kroacia. I pash
shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë që kanë ardhur ka shumë njerëz në Kroaci. Është e rëndësishme. Pjesëmarrja gjithmonë. Ky është burr. Tashi po pra. Ti më the që e ke përgatitur sot jam kroat. Jo. Vazhdo. Ashtu themër ti? Sa ti po 100.000 do them jam kroat. Lekët shkojnë e vinë. Kurse kombi nuk ndryshon kurrë. Po kombi sa ti dha kombi? Sa lek ti dha? Pa fund, a jam shqiptar, pa fund i kam. Pa fund, bravo. Tash unë do të them kështu. Ne kishim për të bërë shaka, për të ngacmuar i qik. Normal. Për Nikolën nuk e kishim shaka. Nikola me gjithë men e kishte. Domethënë Nikola tha që me gjithë men unë nuk e dua të konkurim, tha, ai më bën shumë, tha problem. E beson ti të? Absolutisht jo. Nikolën e kam përveç shokave si vlla. Vlla, po 100.000 euro. S'ka problem. Do ndajmë gjithë shokis. A mendoj se do të jep Nikola në lek po fitoj shembull, Ndaj. Po Nikola si veç e pi Gjakova, ja dha ato veta që pak si duhet. Qa më duhen lek kur e kam si shok, nuk më intereson fare lek. Okej, tashi jam shqiptar e ke për sot. Ne kemi vendosur kështu për ty. Kemi pa me sukses atë rrugtim, po flasim serioz, Kemi pa me sukses atë rrugtimin tënd. Faleminderit. Po Nikola nuk shkoi në finale. Sepse ti do shkosh në finale. Edhe ne themi ty suksesa, ta gëzosh, na nderosh, edhe me ty ne do krenohemi në këtë garë me konkurrencë me gjitha shtetet pjesëmarrëse. Shumë faleminderit. Edhe shkof mbar jam shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit, vërtet shumë faleminderit për mundësinë. E ndjekim finalistin ton të dytë. Ai që pretendon çmimin e parë. Është me neve? Dionis Lufi. Shumë faleminderit. Jam shqiptar. Pa i Kosovo.
Dionisin, kampionin ton të dytë të këtij spektakli. Dionis, faleminderit shumë që ishe. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Ta gëzosh, faleminderit shumë. Urojnë që njëjti gëzim të pret edhe në rëmbim të çmimit të parë, duke ditur se kush mund ta fitojë atë. He njerëz, ishin në Ulqin. Më prekën në pikë të dobët. Dashurinë e vete, photoshooting. Përveç photoshooting, lojra. Përveç lojrave, swimming. Sa argëtimi madh. A Lukas, si kaloi ti? Shumë mirë. Ishte spektakël. A i thua ta shikojmë gjithë, që mos ta kemi vetëm për vete? Unë mendoj, le të ndjekim klipin. E ndjekim. E ndjekim së bashku. Më besoni që çfarë u treguan në klip nuk është asgjë në krahasim me kënaqësinë që ne përjetuam në Ulqin. Çdo gjë të bukur e kemi vetëm tek ne, sepse jemi ata që mundojmë të sillim gjërat më të bukura të mundshme. Lukas, ke ndonjë gjë për fund? Siç e pata edhe vet, këtu ka vetëm argëtime. Kështu që na ndiqni. Thank you for sharing your amazing talents with us tonight. Remember, the world shines brighter when you dare to show your true self. I want to thank you for inviting the models, and I also want to thank them because I know and I think that they will inspire me. This is the X Talent Club, where dreams shine the brightest. And join us.